Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i mërkur 2 korrik 2025. Dashi. Keni nevojë për energji për karrierën tuaj, e cila për disa është në trazira të mëdha. Për dashurinë thjesht duhet të pyesni, gjithçka kthehet pozitive dhe është më e lehtë të shpjegoni arsyet tuaja. Demi. Një ditë plot ide, kontakte, mundësi, mund të propozoni veten fitues. Në dashuri shmangni ndjeshmërinë dhe afrojuni personit që doni me qetësi. Binjakët. Ditë e rëndësishme për të vlerësuar një ndjenjë dhe pajtuar. Mos bëni shumë gjëra së bashku, ngadalë por rikuperoni dëshirën për të bërë dhe gjithashtu një energji të mirë trupit. Gaforja. Ti thuash gjërat ashtu siç janë është sigurisht gjëja më e mirë për të bërë, por ki kujdes që të mos mungojë diplomacia. Puna sot është pak problematike. Luani. Ju mund të arrini të bëni pikërisht atë që dëshironi, gjë që nuk është e vogël. Për ata që punojnë në qytete të tjera ose kanë nevojë të rinovojnë kontratat dhe kontaktet, kjo është një kohë e shkëlqyer, dashuria është më afër se sa mendoni. Virgjëresha. Shumë agitacion në dashuri, mbase shumë ankth, shumë pritje që mund të shgënjehen. Është një periudhë që mund të jetë stresuese për punën, por edhe për ata që kërkojnë referenca të reja, ju ndryshoni rolin, punën edhe vendin e punës. Peshorja. Mos lejoni që të jeni melankolik, vazhdoni me idetë tuaja, përkundër të gjitha atyre që duan t'ju ndalojnë. Shmangni konfrontimet e drejtpërdrejta me ata që ju rrethojnë dhe mbani distancën nga ata që ju ofrojnë marrëveshje shumë të lehta. Akrepi. Një dashuri e lindur së fundmi duhet verifikuar, ose në çdo rast disa projekte nuk janë të realizueshme menjëherë. Diskutime në shtëpi ose në biznes. Shigjetari. Shtrëngoni dhëmbët në këtë ditë. Disa mosmarrëveshje të vogla në familje, ndoshta në marrëdhëniet midis prindërve dhe fëmijëve. Briqapi. Këtu jeni më në fund në kulmin e aftësive tuaja. Krahasuar me disa kohë më parë ju keni bërë një rrugë të gjatë, është një ditë e mirë për takime. Ju sigurisht që jeni pozitiv, më pak i kujdesshëm ndaj njerëzve përreth jush. Lajmet e punës. Ujori. Situata me interes të madh që ka të bëjë edhe me ndjenjat, miqësitë, kush është vetëm mund të ketë takime të veçanta. Nuk do jetë një ditë e dukshme, duke ju rezervuar surpriza të ndryshme nga mëngjesi në mbrëmje. Peshqit. Ditë e vlefshme por e vëmendshme ndaj shpenzimeve të papritura. Në fund fitoni. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.